Ishte një sugjerim i shpejt në fakt, ashtu sikur se duhet për mëngjes, ndërkohë ne jemi rikthyer në studio, sigurisht kemi të tjera çështje të rëndësishme dhe miq mirë, apo jo Gerti? Patjetër, jemi me Nikdën, të mërzitesh sikur ti heq to zënjë zëshz. Do jem shumë rahat. Nikda Dako nga Ministria e Rinis, po e lë dhe këtë po heq të tjera, shërbimi kombëtar për rinin është në studio, do të flasim për një nisëm që ju e keni quajtur ëndra. Jo, nuk është ëndra. Mund flasim për ato, po më thirrë një herë tjetër. Është internship, ose në gjuhën do me thonë që neve e përdorim praktikat e punës. Po, ndër prapë është edhe kjo. Ëndër është sepse ti ke shumë të drejtë që po e lidh kështu, sepse ishte një vajzë, Klerentina, që ka qenë e rrethit Beratit, dhe në 30 ëndrat që ishin të miratuara nga kryeministri, njëra nga këto ishte Klerentina. Dhe Klerentina kishte ëndër që të bënte internshipin kombëtar. Dhe ëndra saj u realizua. Sot kemi internshipin, sot kemi 1900 institucione të varësisë dhe brenda të aparatit dhe do kemi dhe pushtetin vendor gjithashtu, të cilat do të presin studentët e rinj për praktikat e tyre të punës. Pra një realizim ëndrësh është në vetvete. Si është menduar të bëhet? Qoftë edhe se, okay, ka kaluar në edicionet informative, është dëgjuar kjo çështja e internshipit, po si realisht për ai që dëshiron, çfarë duhet bëj? Thjesht duhet aplikoj. Një student i cili ka mbaruar bachelorin dhe është diplomuar, ose është në ciklin e dytë për master, në çfarë do lloj cikli, do me thonë të masterit, nuk ka problem, mund të aplikoj kollaj në aplikimin që është tek faqja e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë në subdomenin e saj, praktika.sociale.gov.al. Aplikimi është i thjeshtë, nuk kërkohen shumë gjëra, kërkohet mosha, kërkohet viti lindjes, kërkohet një mini CV, po themi, kërkohen 500 fjalë, rreth 500 fjalë për motivimin pse studenti do të bëjë këtë punë dhe mesatari ati. Dhe me këtë, ai mund të jetë i lirë, dhe më thonë që të marrë pjesë nesër pas nesër, të jetë pjesë e administratës publike të jo vetëm të Tiranës, po të gjithë Shqipërisë, sepse kjo është përndarë për të gjithë Shqipërinë. Pra merret në konsideratë se cili rast, pra duke monitoruar edhe në varësi të aftësive që ky i ri ka, apo jo? Dhe që ka vendosur në fokus të kësaj CV-je. Po, dhe gjithçka merret nga aplikimi i tij. Nga këto do janë gjithsej 1900 vende, por këto siç u thash do shtohen me zgjedhjet vendore, me mbas 21 qershorit, normalisht do hidhen dhe interesat që kanë institucionet e pushtetit lokal për të pranuar praktikant në ambientet e tyre, dhe më thonë dhe për të dhënë praktikat çdo studenti të ri që vjen aty për 3 muaj. 1900 vende janë për këta të rinj? 1900 vende janë për të gjithë institucionet ministrit, të gjithë institucionet në varësi, brenda aparati ministrit dhe jashtë ministrive të gjithë institucionet. Më shuaj një kurreshtje, duke qenë se po kaq strikte ka qenë edhe pjesa qeveritare në aspektin e DAP-it, të administratës publike, ato konkurimeve, tjera. Si është bërë shkrirja, do me thënë, ka një të përcaktuar që këto tani do vinë vetëm nëpërmjet i aplikimi që të jenë pjesë e këtyre vendeve të punës? Këto do marrë një eksperiencë. Patjetër, dhe më të mirët, në bazë të politikave dhe ligjeve që po themi që nga DAP-i që ka peti dhe ligjeve që janë vendosur, këto të rinë në qoftë se në sajtë performancës të tyre të mirë, mund të qëndrojnë në institucionet tona zyrtare të punojnë në vendet që do ketë nevojë, patjetër. Por këtu do kalojnë në një marrëdhënie ligjore, kuptohet, por edhe në sajtë të performancës të tyre që çfarë kanë dhënë për këto 3 muaj. Dua të saktësoj që praktika zgjat 3 muaj është një gjë e njohur, nuk është bërë tani Gerti praktika, domethënë bota e njeh, bile student nga bota që vinë kërkojnë a ka internshipe, këtu që ati zhvillojnë, sepse kur shkojnë kthehen përsëri në vendet ku ato studiojnë në të gjithë botën, atyre u kërkojnë çfarë internshipi keni bërë. Do me thonë, eksperienca e punës është shumë e rëndësishme. Do ishte shumë më mirë një Nikd ose një Gert ose vajza që e njihnin vendin e punës, Stella, shumë bukur, gëzojmë Stella, që e njihte vendin e punës dhe e kishte bërë një eksperiencë 3 mujore në televizion dhe vinte të punonte. Po ashtu Nikda, po ashtu dikush tjetër. Do me thonë, kjo eksperiencë u vlen studentëve, jam shumë e sigurt se u vlen, më mirë se sa një kafe, e kaluar dhe një kohë boshe prej 3 muajsh, më mirë një eksperiencë pune dhe nesër pas nesër kjo eksperiencë është që të njihet dhe kjo është e mira duhet thënë. Pra që njihet sepse në fakt që studentët në momentin që diplomohen, le të themi, me njohje dhe me nisat personale mundohen të gjenë hapësira që të kapin këtë anën praktike. Kjo është një mundësi e cila në një farë mënyrë dhe evidentohet dhe quhet eksperiencë pune. Do me thonë, kur DAP-i thot ke eksperiencë, ti thua kam eksperiencë. Dhe merit në konsideratë. Do të keni njëre besh klikimesh? Dërë tani janë mbi 2000. Mbi 2000? Po. Dhe në rang kombëtar? Në rang kombëtar, sepse janë institucionet e varësisë të shumë ministrive, më falë, janë
institucione, për shumë si po flasë për ministrin tonë, Shërbimi Kombëtar i Punësimit ka zyrat e tij të punës në përrethe, Instituti i Sigurimeve Shoqërore po ka zyrat e tij të punës, dhe kështu për çdo ministri, Ministria e Bujqësisë, po themi, Ministria e Energjetikës dhe shumë të tjera, Ministria e Kulturës, që ka muzeumet edhe trashëgimit të shpërndara në të gjithë Shqipërinë, kështu që kudo ketë nevojë, Ciceron, inxhinier, hidroinxhinier, çdo lloj, domethënë që mos diplomimi do të bëhet dhe shpërndarje, le të themi, këtyre të sepse ti në momentin që aplikon, ti aplikon për fushat që do, dhe ke të drejtë dy të aplikosh për dy institucione. Pra bëhet edhe zgjedhja, le të themi, nga studenti. Sepse ti duke ditur profilin dhe degën tënde, ti aplikon aty ku ti ke interes. Në qoftë se ti, por themi, je një student nga një rreth, Shkodra, Korça, Vlora, aplikon në qytetin tënd, që të jesh edhe pranë familjes, po themi në muajt e korrikut, internshipit, po në muajt korrik, gusht edhe shtator. Korrik, gusht, shtator, po kush e bën filtrin? Aty mund të bëjnë 6.000 ke një komision të posaçëm që do vendosi? Po, filtri patjetër që do bëhet me një komision të posaçëm, por në këtë ishim në një pjesë diskutimi që do bëhej nga aparati ynë i cili punoi për të zbatimin e internshipit, apo do bëhet nga vetë ministri. Dhe po mendojmë që pjesa më si po themi frutdhënësa është të bëhet nga vetë ministri, duke e ditur se vetë ata se çfarë kërkojnë, nga vetë institucioni. A bëjnë vetë se cili institucion jepet kuota dhe ata do t'i zgjedhin vetë? I zgjedhin vetë, sipas degëve dhe profileve. Po në aspektin e gjinjisë? Keni një lloj tendence? Kemi një lloj tendence, kemi idenë që do të jetë 50% me 50%, por kjo është shumë interesante, deri tani kanë konkuruar më shumë femra. Më shumë femra. Po të guximshme, a? Mirë, okej, në rregull kjo. Po ndoshta është dhe popullsia, ndoshta është raporti i popullsisë, ndoshta po të pyesim në statë është 3-1, 3-2, diçka e tillë, domethënë ka më shumë femra. Do interesohem. Ka më shumë femra dhe ja dhe një sugjerim dhe rekomandim për pjesën tjetër se java është shumë e gjatë. Sigurisht edhe do të flitet shumë për femrat. Në fakt ka edhe kritere moshe që do thotë duhet të jenë studentë që sapo kanë përfunduar apo do thash duhet të kenë të jenë të bachelorit, të jenë diplomuar në ciklin e parë që i thon në nivelet universitar ose të ciklit të dytë. Domethënë, duhet të kenë përfunduar bachelorin dhe duhet ose mund të jetë student që praktikojnë masterin, mosha është 21 deri 26. Po pra, se mund të kenë nga ata që mund ta kenë përfunduar prekoz dhe një farë mënyrë kujtojnë në këtë moment për të qenë pjesë. Po, kemi pasur kështu raste sepse neve kemi edhe një adresë në të cilat neve i kthejmë përgjigje për ditë të gjithë të interesuarve, të cilët kanë një problem ose shfaqin një interes ndryshe. Ka pasur dhe kështu, por nuk është ky internship. Ky është në VKM-n, është i përshkruar nga 21 deri në 26, kështu që neve duhet të qëndrojmë. Mund të ketë një internship tjetër. Po ishte 26 e një ditë nuk bëhet. Ka kështu tolerimesh, jo ka kështu tolerimesh, besoj. Nikda më shoj një kurreshtje, ka realisht në një shans apo është thjesht një fasad? Që, duke nisur nga ajo tendenca e madhe që administrata ka që është punësimi, vendet e punës, turistnia, mbi forcat politike, a ka një shansë që realisht në ministrit e shohin që do ta marrim Gertin se bën ka ky djali, domethënë, edhe pse është 25 vjeç. Le ta mbajmë këtu. Në momentin që unë punoj në dikasterin e ministrisë, unë them se ka nevojë për njerëz të tillë dhe duke qenë se ka nevojë, nganjëherë është më mirë një njeri që të bën punën se sa një njeri që nuk ta bën punën. Sa lehtë do ishe ti dhe sa lehtë do ndihesha unë, po të kishim një njeri që do na e bënte punën dhe do ta ndanim së bashku. Megjithatë, unë po them që atëherë nëse atëherë është një frymë e re, domethënë për të parë që do jetë kështu dhe këta të rinë vërtet. Po, në bazë të kushteve legjore, këto të rinë do punësohen nesër pas nesër, sepse fundja fundit ka dhe të vjetër që do zëvendësohen, ka dhe të rinë që duhet të punësohen. Pra do bëhet rotacioni, që është nevojshëm, si do që tjetë. Pak me qefe kanë të lëshojnë, domethënë, po është, ti e kupton këtë. E kuptoj, po nuk di ta shpreh tani. Qartë, e drejtë. Më merr kur ti më afër moshës pensionit. Jo, nuk e di. Të ta them pastaj. Po dëgjoj, kjo është një shans i mirë dhe ata duhet ta marrin, ndoshta edhe si një lloj mesazhi. Paktën ato që aplikojnë duhet ta marrin me shumë seriozitet që 3 muaj letrin aty. Unë shoh që gjërat kanë lëvizur. Unë shoh që vërtet studentët i kërkojnë vetë këto gjëra tani. Është e çuditshme, domethënë sepse si duket i kërkojnë në vende të tjera, ja kërkon bota në rastin që janë student jashtë dhe vetë studentët janë ndërgjegjësuar. Dhe vetë studentët domethënë të shikosh thjesht nga aplikimet e tyre, duket që kanë një interes goxha të madh. Pse? Sepse nesër pas nesër e di që kjo eksperiencë do t'u vlejë. Po themi dhe në rastin ti nuk fitove sepse u përzgjodhen disa të tjerë, po themi, në të gjithë këtë praktik pune. Por ty do të vlej kjo praktika punës. Unë jam e bindur, është ajo që të thashë, nesër pas nesër kur do gjendet në një zyrë, kur ti di se si shkruhet një shkres, ose të paktën e ke ai specialisti që ka qenë pranë teje ta ka orientuar se si shkruhet një shkres, është shumë më mirë se sa një njeri që nuk di nga t'ia filloj se si shkruhet një shkres zyrtare. Ose që
ka një specialitet të... Për një memo për ministrin, a një urdhër, një udhëzim... Po gjithë shka, se gjërat janë nga më të ndryshme, gjithë shka, nga të gjitha specialitetet. Po, fakt është që edhe pse është VKM, ndoshta tek këtu, do me thënë, kjo varet dhe me humorin e ministrit. Se për shembull do pranohen në një X ministri 20 vet, me një ide për batut, mëngjesi e mema se, okej, kanë ardhur këta djemta apo vajzat, okej, kurojnë një pak se... A do të merren seriozisht është çështja? Në këtë ide e kam, edhe pse ajo kjo është një vendim qeverie, Nikda. Ti se në gjendje ta thuash të, po që në përgjithësi fryma. Shiko, internshipet janë bërë, nuk është, do më thënë, kjo është një internship kombëtar dhe vlen për të vlerësuar sepse është kombëtar dhe ka kaq shumë student në radhët e tij. Por nuk është ideja, do më thënë, internshipet gjithmonë janë bërë dhe studentët ja kanë vjetë është bërë internshipi më MMSR-s. Nuk ka qenë në këtë kaq i për masave të mëdhaja, por ka qenë një internship goxha interesant dhe që shumë studentë tentuan të ishin atë internship. Do më thënë, studentët, unë po them që janë ndërgjegjësuar dhe në një rast të dytë, kur ne të kemi një bisedë për këtë punë, do dëgjosh do me thënë që interesi tyre ka qenë shumë dhe më i madh se kaq dhe shumë kanë dalë të mërzitur që nuk kanë qenë ndoshta pjesë e praktikave. Dhe tregohet që ka patur edhe raste konkrete, le të themi, të funksionuar, sepse në këtë periudhë fushate, duhet thënë ka edhe nga ata skeptik, të cilët mund ta marrin shpeshherë edhe si një nga këto premtimet ku të rinj do të përfshihen dhe do të jenë të angazhuar. Pra në një farë mënyrë eksperiencat e shkuara kanë treguar dhe demonstrojnë që vërtet janë integruar këta të rinj, apo jo? Të kuptoj, shiko, mua pak më intereson të merrem me politikën. Mua puna që bëj dhe praktikat sociale ose projektet e tjera që ne vëmë në zbatim, neve kam përshtypjen që këto janë projekte të cilat funksionojnë. Se çfarë bëhet më vonë dhe se çfarë bëhet më larg, domethënë, unë dhe stafi nuk ketë edhe skeptik si do që tjetë, por... Po skeptik, po kam përshtypjen që janë zgjedhjet vendore tani, nuk janë zgjedhjet parlamentare, kështu që të rinë rahat këto skeptikët edhe pak atëra. Jo, kjo qëndron. Megjithatë më shohin kur kush e bën referencën në përfundim që shiko, këta 3 vetë janë shumë të mirë, mos i lëshoni, duhet i mbajmë. Jo këtu, po në përgjithësi për DAP-in apo për ministrinë e zonjës Aritu, a nuk di. Të kuptoj. Në fund fare bëhet një, mbas para certifikimit, bëhet një letër, po themi rekomandimi, ose një letër si nga punonjësi, si nga i që mori punën, si nga punëdhënësi, po themi specialisti në këtë rast që i ka ofruar punën. Në këtë letër pastaj shikojnë të gjitha performanca e studentit për këto 3 muaj praktika, po themi approach e tij e ngushtë me punën, sa ka qenë abël në këtë zyrë të dikasterit të ministrisë, sa ka qenë i zoti për t'i përballuar gjërat, dhe kam përshtypjen që kjo vjen nga specialisti me të cilin t'i punon. Dhe po i njëjta gjë bëhet edhe për drejtorin ose specialistin, ose po i them vëjemrin specialist, po kushdo, drejtori, përgjegjësi sektori dhe ku di unë, që i ofron punën këtij studenti. Dhe studenti bën një letër, do të thënë një letër relacioni, raportimi, më saktë, se si e pranoi ai punëdhënësi i shtetit në zyrën e tij këtë student i cili donte të merrte këtë përvojë. Do të thënë, është reciproke, performanca ka të bëjë shumë, ka të bëjë ajo se sa ti ndihesh i zotin të zbatosh orarin e mëngjesit, të zbatosh orarin, të gjitha gjërat, të zbatosh, të kesh të gjitha, do të thënë, e gjithë performanca, veshja, komunikimi, sa i zellshëm je për të marrë punët, sa i frydhënës je në fund. Do t'i lësh vend vetes. Po, sa frydhënës je në fund të ditës pastaj se çfarë ke bërë. Të gjitha këto gjëra. Faleminderit. Ju faleminderit dhe juve për mundësinë. Ju spini fare kafe në mëngjes në ministri? Pim kafe në mëngjes. Përjashton ti, ha? Unë përjashtoj e pinë shtëpi, para se të dalë. Nuk e bën keq. Mirë, faleminderit. Faleminderit dhe juve. Ishim me Nik Dën nga Shërbimi Kombëtar për Rinin në Ministrinë për çështjen e internshipit për të rinjt, 2000 aplikime deri tani, do të vazhdojë. Ka një deadline për aplikimet? Ka një deadline, është 14 qershor. Deri në 14 qershor, shkoni, website-i është gati, klikoni, provoni, guxoni, këta ju presin. Se si ju presin, unë nuk e di.